Ndër të tjerë në lajme do të ndiqni nga janari në mars, buxheti i shtetit arkëtoi 240 milion euro më shumë se një vit më parë, TVSH e brendshme pati performancë të lartë. Në 3 muajt e parë të vitit, eksportet e Italisë dhe Kosovës zinin mbi 50% të totalit, mallrat që mbështeten rritjen janë lëndëdjegësit dhe mineralet. Perimet zënë një vend të rëndësishëm në furnizimin ushqimor në Shqipëri, konsumi vjetor i tyre shkon në rreth 246 kg për frymë. Kërkesa e lartë për automjete të përdorura ka rritur ndjeshëm të ardhurat nga zhdoganimi. Në 2025, si dogan nga makinat u arkëtuan 97 milion euro. Ishin këto shkurtimisht disa nga titujt kryesor, i njoh tani më gjerësisht. Buxheti i shtetit ka mbledhur 240 milion euro më shumë se një vit më parë gjatë periudhës janar-mars 2026. Zëri me performancën më të lartë është TVSH e brendshme, ndikuar drejt për drejt nga rritja e çmimeve. Buxheti i shtetit ka arkëtuar afro 205.1 miliard lek në 3 muajt e parë të vitit, rreth 24 miliard lek apo 240 milion euro më shumë se janar-mars i vitit të kaluar. Referuar të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave, rritja vlerësohet në 13.3% më shumë, ndërsa realizimi në raport me planin është 105.8%. Të ardhurat e mbledhura nga tatimet u realizuan në shumën 77.7 miliard lek, apo 7.1 miliard lek më shumë se 3 mujori i vitit 2025, ndërsa plani është i kaluar me 2.2 miliard lek. Ndër të hyrat tatimore, zëri me rritjen më të lartë është TVSH e arkëtuar neto me 25.2 miliard lek, 4.1 miliard lek ose 19.4% më shumë se 3 mujori 2025, si dhe 3.4 miliard lek më shumë se plani. Ky zë lidhet drejt për drejt me konsumin, por gjatë kësaj periudhe duket se ka ndikuar ndjeshëm në këtë performancë edhe rritja e çmimeve në vend, duke filluar nga karburantet dhe më pas zinxhiri ushqimor. Nga tatimi mbi fitimin u mblodhen 19.6 miliard lek, 2.2 miliard lek ose 12.7% më shumë se 3 mujori i vitit 2025. Performancë gjithashtu pozitive kanë pasur të ardhurat nga kontributet shoqërore dhe shëndetësore, nga të cilat u arkëtuan 48.3 miliard lek në 3 mujor, plus 4.6 miliard lek ose 10.5% më shumë se një vit më parë. Nga tatimi mbi të ardhurat personale u arkëtuan 21.8 miliard lek, 1 miliard lek ose 4.8% më shumë se 3 mujori i vitit 2025, dhe nga taksat nacionale 11.2 miliard lek. Të ardhurat doganore u realizuan në vlerën 52.9 miliard lek ose 83 milion lek më shumë se 3 mujori i vitit 2025 dhe 95.4% në raport me planin. Të ardhurat nga TVSH në import u arkëtuan në vlerën 35.3 miliard lek dhe 95.4% e planit. Nga akcizat u mblodhen 14.9 miliard lek, 2.5% më shumë se 3 mujori i vitit 2025, si dhe 96.6% në raport me planin. Nga renta minerare në eksport u mblodhen 357 milion lek dhe nga taksa doganore 2.2 miliard lek. Shpenzimet e përgjithshme publike për periudhën 3 mujore të vitit 2026 arritën në rreth 156 miliard lek, me një realizim në masën 92.9% e planit të periudhës dhe 8.7 miliard lek më shumë në krahasim me 3 mujorin 2025. Gjatë 3 muajve të parë të vitit, eksportet shqiptare drejt Italisë dhe Kosovës përbënin rreth 50% të totalit. Eksportet mbështeten kryesisht tek lëndëdjegëse minerale, që zën rreth 17% të totalit, duke reflektuar dhe peshën e sektorit të energjisë në eksportet shqiptare. Eksportet shqiptare në 3 muajt e parë të vitit vijojnë të mbeten të përqendruara pothuaj në të njëjtat tregje dhe kategori mallrash me Italinë që dominon qartë si partneri kryesor tregtar, ndërsa struktura e produkteve mbështetet kryesisht në disa grupe të kufizuara. Sipas të dhënave për periudhën janar-mars të këtij viti, eksportet arritën në 90.3 miliard lek me një rritje të lehtë prej 1% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke sinjalizuar një ecuri të qëndrueshme, por me ritëm të ulët zgjerimi. Në aspektin e tregjeve, Italia vijon të mbetet partneri dominues duke përthithur rreth 40.6% të totalit e eksporteve shqiptare, edhe pse ka rënë në peshë pasi në të njëjtën periudhë të vitit kaluar, eksportet me Italinë zinin 43.3% të totalit. Pastaj renditet Kosova me 10.5%, ndërsa Greqia dhe Gjermania mbajnë secila rreth 8.5% të eksporteve. Italia dhe Kosova mbajnë gjysmën e peshës, ndërkohë pjesa e vendeve të tjera përbën rreth 16% të totalit, duke treguar se eksportet mbeten të përqendruara kryesisht në disa tregje kryesore europiane dhe rajonale. Nga ana e strukturës së produkteve, eksportet mbështeten kryesisht të lëndëdjegëse minerale që zën rreth 17% të totalit, duke reflektuar peshën e sektorit të energjisë në eksportet shqiptare. Ndërsa sektori tradicional, veshjet e këmbëve përbëjnë rreth 11.9% të eksporteve, ndërsa makineritë dhe pajisjet elektrike zën rreth 8.3%, duke treguar rolin e industrisë përpunuese dhe fason.
Një peshë konsiderueshme zën gjithashtu artikujt e veshjeve dhe rrobat e thurura me rreth 5.4%, si dhe artikujt për hekuri dhe çeliku me rreth 3.2%, ndërsa kategoritë të tjera si aluminit, zerore dhe produktet bujqësore japin kontribute më të vogla në total. Grupi i mallrave të klasifikuar si të tjera mbetet më i madhi në strukturë duke përbërë rreth 30.5% të eksporteve. 900 stabilimente të mishit, vezëve, qumshtit dhe peshkut po kontrollohen për standardet e higjienës dhe do të ndihmohen të plotësojnë kushtet për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama theksoi se është e domosdoshme përmirësimi i standardeve, në të kundërt bizneset rrezikojnë falimentin. Anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të hapë një sër mundësish për bizneset shqiptare që plotësojnë standardet e sigurisë ushqimore, por nga ana tjetër rrezikon të falimentojë ato që nuk i plotësojnë. Një humner falimentimi për ata që nuk do të jenë përgatitur. Ky është realiteti. Dhe kur vjen puna tek siguria ushqimore, duke pasur parasysh pjesën më të ndjeshme të kësaj fushe të gjerë që është siguria e prodhimeve shtazore dhe gjithë në produkteve, ne duhet ta bëjmë të qartë për të gjithë ata të cilët janë të angazhuar, për gjithë ata që kanë investuar qoftë edhe në një baxhet vogël, se nesërmja do të jetë fatale nëse sot nuk do të kuptojnë se ku janë në raport me standardet dhe se çfarë duhet bëjnë për të qenë gati nesër. Në konferencën për sigurinë ushqimore, kryeministri theksoi se Bashkimi Evropian po skanon 900 stabilimente të produkteve shtazore në vend, të cilat do të duhet të përmbushin standardet. Bashkimi Evropian, siç e dini, ka sjell përmes komisionit një përfaqësi ekspertësh që kanë parë pikat e prodhimit, të grumbullimit, të aktiviteteve që lidhen me produktet shtazore dhe nën produktet e tyre. Dhe kanë lënë një sër detyrash. Kanë lënë një sër detyrash për cilat ne, përmes inspektoriatit, do duhet të ndërveprojmë me 900 subjekte që janë në territorin e Shqipërisë dhe që kanë rrezikun shumë të qartë. Nga ana e tij, ambasadori i delegacionit të BE në Tiranë, Silvio Gonzato, theksoi se plotësimi i kërkesave për sigurinë ushqimore është një hap vendimtar për vendin drejt anëtarësimit. Nevojiten më shumë përpjekje nga qeveria dhe kam diskutuar këtë shumë herë me krye negociatoren, që të sigurohet pra që bizneset të kuptojnë plotësisht kategorizimin, implikimet e kategorizimit dhe mbështetjen që duhet të kenë për të patur më shumë financim. Prandaj, procesi i kategorizimit dhe përmirësimit dhe zbatimit duhet të realizohet me standardet më të larta të profesionalizmit dhe integritetit, duhet të jetë transparent, i drejtë, i bazuar në kriteret të qarta teknike. Dhe besimi në sistem varet pikërisht nga kjo punë. Ne, Bashkimi Evropian, jemi plotësisht të përkushtuar për ta mbështetur Shqipërinë në këtë proces. Ne nuk është se thjesht qëndrojmë këtu përpara jush dhe presim derisa ju të përmbushni kriteret, por ne përpiqemi që t'ju ndihmojmë sa më shumë që të jetë mundur që tani. Dhe për këtë arsye i kemi dhënë Shqipërisë 12.5 milionë euro me anën e projektit BE-ja për sigurinë ushqimore. Nga 14 prilli, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka nisur një skanim të mbi 900 stabilimenteve të mishit, vezëve, qumshtit, peshkut në të gjithë qarqit e vendit, me qëllim evidentimin e problematikave dhe dhënien e ndihmës për bizneset që të plotësojnë kërkesat e BE. Perimet zën një vend të rëndësishëm në furnizimin ushqimor në Shqipëri, të cilat arrin rreth 246 kg për frym në vit. Domatet janë ndër perimet kryesore me rreth 97 kg për frym. Perimet zën një peshë të konsiderueshme në furnizimin ushqimor në vend, ku sipas të dhënave të Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë për vitin 2023, rezultojnë disa kategori kryesore që së bashku përbëjnë qindra kilogram perime të disponueshme për frym gjatë vitit. Sipas bilanceve ushqimore të FAO, domatet mbeten ndër perimet më të rëndësishme. Sipas të dhënave për çdo banor në Shqipëri rezultojnë rreth 97.2 kg domate në vit, një tregues që reflekton rolin e tyre të fortë në dietën tradicionale dhe në përdorimin e përditshëm në kuzhinë.
Një pjesë të konsiderueshme zon edhe patatet me rreth 52 kg për frymë në vit. Patatet vazhdojnë të mbeten një nga produktet bazë ushqimore që përdoret gjithësisht si në familje ashtu në sektorin e shërbimeve ushqimore. Ndërkohë nga ana tjetër qepët përbën një tjetër komponent të rëndësishëm të konsumit të përditshëm me rreth 39.3 kg për frymë në vit. Kjo kategori reflekton përdorimin e tyre pothuaj në çdo gatim, duke i bërë një element të domosdoshëm në strukturën e ushqimit. Në krahasim me këto produkte, fasulet zën një pjesë më të vogël me rreth 6.2 kg për frymë në vit furnizimi disponueshëm për konsum. Në total të dhënat tregojnë se furnizimi me perime në Shqipëri është i shpërndarë në disa kategori kryesore, por dominimi i kategorisë perime të tjera tregon se një pjesë shumë e madhe e konsumit vjen nga produkte të ndryshme sezonale, si speca, kunguj, kastravec, patollxhan dhe zarzavate të tjera me një peshë prej 246 kg për frymë në vit. Të dhënat bazohen në bilancet e ushqimore të FAO dhe matin sasinë e perimeve të disponueshme për konsum për frymë gjatë një viti. Ky tregues përfshin prodhimin vendas dhe importet, por nuk përfaqëson domosdoshmërisht sasinë që konsumon realisht çdo individ, pasi nuk përfshin mbetjet ushqimore në nivel familjar. Kërkesa e lartë për ato mjete të përdorura dhe të ardhura nga importi ka sjellë rritje të ardhurave nga zhdoganimet. Kështu për vitin 2025 janë arkëtuar 97 milionë euro, ndërsa Korea e Jugut dominon importin. Të ardhurat doganore nga importi i automjeteve të përdorura kanë arritur në rreth 9.7 miliard lekë gjatë vitit të kaluar, ose afro 97 milion euro, duke konfirmuar peshën e këtij sektori në të ardhurat buxhetore, si dhe kërkesën e lartë për automjete që vijnë nga jashtë, ku tashmë si vend origjine dominon Korea e Jugut. Të dhënat zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave tregojnë gjithashtu se në muajt e parë të vitit evidentohet një ecuri në rritje, ku në janar të ardhurat arritën në 8 milion euro, ndërsa në shkurt arritën në 9 milion euro. Paralelisht me rritjen e të ardhurave, administrata doganore bën me dije dhe detyrimet dhe rregullat që duhet të ndjekin qytetarët gjatë importit dhe zhdoganimit të automjeteve. Në lidhje me procedurat e zhdoganimit, individët duhet të regjistrojnë ID-n personale në sistemin ACQ The World, proces që kryhet pranë administratës doganore duke paraqitur kartën e identitetit. Ndërkohë, automjetet me targa të huaja mund të përdoren përkohësisht në Shqipëri deri në 6 muaj brenda një periudhe 12 mujore, por pa të drejtë përdorimi për qëllime tregtare apo ndryshim pronësie gjatë kësaj kohe. Sipas udhëzimeve, detyrimi kryesor mbetet pagesa e TVSH-s mbi vlerën doganore të automjetit, e cila përfshin çmimin e blerjes dhe kostot përkatëse. Autoritetet nënvizojnë se respektimi i afateve dhe procedurave është i detyrueshëm, ndërsa shkeljet mund të ndëshkohen me penalitete financiare deri në 75% të detyrimeve të papaguara. Referuar të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, gjatë vitit 2026 janë importuar 84.204 automjete të regjistruara për herë të parë në Shqipëri, ku mbi 21.000 nga Korea e Jugut, ndjekur nga Gjermania, Italia dhe Kina. Ndërsa në 2 muajt e parë të vitit janë 14.201 automjete të regjistruara për herë të parë. Zhvillimet tregojnë një kombinim mes rritjes së të ardhurave dhe forcimit të kontrollit administrativ, duke synuar formalizimin e tregut dhe rritjen e disiplinës fiskale në sektorin e automjeteve të përdorura. Sipas autoritetit të mbikëqyrjes financiare, fondi i kompensimit ka paguar 245 milion lekë dëme për automjetet në vitin 2025, edhe pse fondi total është përdorur pothuajse plotësisht, ende ka shumë dëme të papaguara. Nuk janë aq të paktë ata drejtues që nuk sigurojnë makinën e tyre ose largohen nga vendi i ngjarjes kur kryen një aksident duke qenë të pasiguruar. Çfarë ndodh në të tilla raste? Kompanitë e sigurimit kontribuojnë çdo vit për një fond i cili përdoret për të kompensuar dëmet e personit ose të makinës së tij, kur këto të fundit nuk janë siguruar në mënyrë të drejtpërdrejtë nga vetë kompanitë. Sipas raportit vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, nga fondi i kompensimit janë mbuluar 145 milion lekë dëme gjatë 2025-s. Nga 250 milion lekë që ishte përafërsisht fondi total i kompensimit kushtuar mbulimit të tilla rasteve, vetëm 98.5% e kësaj vlere totale të fondit vjetor të miratuar është përdorur, ndërsa rezultojnë akoma dëme pezull pa paguar. Po ashtu, fondi i kompensimit për të dëmshpërblyer ata që nuk paguajnë për të siguruar drejt për drejt nga kompanitë, rezulton të jetë përdorur 30% më pak se në 2024-ën, ku vlera e dëmeve të shlyera nga fondi ishte 350 milion lekë. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka vijuar monitorimin e Byros Shqiptare të Sigurimit me fokus uljen e mëtejshme të dëmeve pezull, objekti i fondit të kompensimit. Gjatë vitit të kaluar, dëmet pezull u ulën me 8.7%, krahasuar me vitin 2024.
Rreth 70% e rasteve të aksidenteve të shkaktuara nga mjetet e pasiguruara apo të pa identifikuara janë trajtuar dhe paguar me procedura të përshpejtuara drejt për drejt nga shoqëritë e sigurimit. Zakonisht dëmët në makinë nuk janë kompensuar kur mjeti ka qenë pa identifikuar. Nga ana tjetër, kultura e sigurimit në Shqipëri vijon të jetë shumë larg vendeve të tjera. Mesatarja e penetrimit të sigurimeve në vendet e OECD-s gjatë 2015 deri në 2024 është rreth 6.2% e prodhimit të brendshëm bruto, që pasqyron tregje të zhvilluara dhe një nivel të lartë të përdorimit të produkteve të sigurimit. Ndërsa vendet e Ballkanit lëvizin mes 1 dhe 2%, Shqipëria mbetet rreth 1% ose 6 herë më poshtë se mesatarja e OECD-s, që tregon një treg ende në fazë zhvillimi dhe me potencial të konsiderueshëm për zhvillim. Strategjia sektoriale e transportit parashikon një reformë të thellë të rrjetit ndërqytetas, duke filluar nga ristrukturimi i linjave ekzistuese. Do të kryhet një vlerësim kombëtar i kërkesës për lëvizshmëri. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nxjerrë për konsultim strategjinë sektoriale të transportit 2030, ku një nga ndërhyrjet më të rëndësishme lidhet me reformimin e transportit rrugor ndërqytetas të udhëtarëve, një sektor që aktualisht përballet me probleme strukturore dhe mungesë efikasiteti. Sipas dokumentit, sistemi ekzistues karakterizohet nga fragmentimi i lartë, linja të mbivendosura dhe modele shërbimi jo efikase, ndërsa flota e autobusëve mbetet e vjetëruar dhe cilësia e shërbimit e pabarabartë. Në të njëjtën kohë evidentohet prania e praktikave informale dhe mungesa e integrimit me mënyra të tjera transporti, si hekuruda, portet apo aeroportet. Këto dobësi sipas strategjisë ndikojnë drejt për drejt në rritjen e trafikut, emetimeve, uljen e sigurisë dhe kufizimin e aksesit në zonat rurale, duke e bërë sistemin më pak konkurrues dhe më pak të besueshëm për qytetarët. Në këtë kuadër, dokumenti parashikon një reformë të thellë të rrjetit ndërqytetas, duke filluar nga ristrukturimi i linjave ekzistuese. Do të kryhet një vlerësim kombëtar i kërkesës për lëvizshmëri, ndërsa linjat e mbivendosura apo jo efikase do të eliminohen, duke u zvendësuar me një rrjet më të organizuar dhe të bazuar në nevojat reale të qytetarëve. Një tjetër element kyç i reformës është vendosja e kontratave të shërbimit publik dhe procedurave konkurruese për operatorët, me synim rritjen e transparencës dhe cilësisë së shërbimit. Strategjia synon gjithashtu modernizimin e flotës së autobusëve, duke nxitur përdorimin e mjeteve me emetime të ulta apo zero, përmes stimujve financiar dhe politikave mbështetëse. Sipas dokumentit, reforma synon krijimin e një rrjeti transporti publik ndërqytetas modern, të besueshëm dhe të përballueshëm, që garanton akses të barabartë për qytetarët dhe përputhet me standardet e Bashkimit Evropian. Tregu i pronave në Durrës është nga më dinamikët, megjithëse në një skenar negativ, çmimet mund të bien me 10 deri 20% për banesat mesatare brenda 12 deri 24 muajve, ndërsa pronat bregdetare pritet të jenë më rezistente. Që nga fillimi i vitit 2026, perspektiva 3 deri në 5 vjeçare për tregun e banesave në Durrës paraqitet pozitive, megjithëse pabarabartë në segmente të ndryshme. Pronat kryesore bregdetare pritet të shënojnë rritje të ndjeshme me vlerësim nga 15 deri në 35%, ndërsa segmenti mesatar mund të regjistrojë fitime më të moderuara në intervalin 8 deri në 20%. Zhvillimet e mëdha infrastrukturore dhe projektet strategjike pritet të luajnë një rol kyç në këtë ecuri. Ndërto përmenden përfundimi i portit tregtar të Porto Romanus, që parashikohet të gjenerojë vende pune dhe të rrisë aktivitetin logjistik, si dhe projekti i marinës dhe jahteve të Durrësit synon të shtojë rreth 12.000 njësi banimi luksoze. Po ashtu, lidhjet e mundshme hekuriudhore me Prishtinën dhe Shkupin mund ta pozicionojnë qytetin si një nyje e rëndësishme tranziti në rajon. Megjithatë, sipas studimit të Investropa, perspektiva mbetet e ndjeshme ndaj disa faktorëve kyç. Rreziku kryesor lidhet me mundësinë që ritmi i ndërtimeve të reja të tejkalojë kërkesën. Një rritje e shpejtë e lejeve të ndërtimit dhe dalja në treg e shumë njësive në të njëjtën kohë mund të frenojë rritjen e çmimeve ose dhe të shkaktojë një rënje të përkohshme. Një tjetër faktor i rëndësishëm është kërkesa nga blerësit e huaj. Një ngadalësimi i procesit të integrimit në Bashkimin Evropian ose rritja e paqëndrueshmërisë rajonale mund të ndikojë negativisht në interesin e investitorëve ndërkombëtar, duke ushtruar presion mbi tregun. Sipas treguesve paralajmërues, një rënje e mundshme do të sinjalizojë nga zgjatja e kohës së shitjes përtej 100 ditëve. Ulje të çmimeve mbi 10 deri në 15%, shtimi i projekteve të reja pa ritëm të njëjtës shitjes dhe kërkesë rënje për qira afatshkurtra. Bazuar në modelet historike, në një skenar negativ, tregu mund të përballet me një rënje të çmimeve prej 10 deri në 20% për banesat mesatare brenda 12 deri në 24 muajve, ndërsa pronat bregdetare premium pritet të jenë më rezistente, me korrigjim më të kufizuar prej 5 deri në 10% përpara stabilizimit.
Programi i Bankës së Shqipërisë mbështeti investime të reja në pajisje dhe makineri për bizneset mikro, të vogla dhe të mesme, por përdorimi kufizuar i fondeve tregon se pengesat kryesore në aksesi për kredi janë më tepër strukturore. Nga programi i Bankës së Shqipërisë kushtuar arritjes së financimit dhe uljes së kostove të kredisë për një segment të sektorit privat, që nisi zbatimin e tremujorin e dytë të vitit të kaluar, bizneset mikro, të vogla dhe të mesme kanë shtuar investimet dhe marrë fonde për të blerë kryesisht pajisje dhe makineri. Gjatë vitit u akorduan 131 kredi me një vlerë totale prej 1.8 miliard lekësh, ose vetëm 7.2% dhe fondit të përgjithshëm. Rreth 98% e këtyre kredive janë financime të reja, që konfirmon se programi ka shërbyer si instrument për nxitjen e investimeve shtesë dhe jo si mekanizëm për rifinancimin e detyrimeve ekzistuese. Rreth 85% e fondeve janë përfituar nga bizneset e vogla dhe të mesme, ndërsa segmenti mikro mbetet më pak i përfaqësuar. Përse përket sektorëve, fondet janë përfituar kryesisht nga industria me 33.7%, ndjekur nga tregtia dhe bujqësia, duke pasqyruar potencialin e tyre për rritje produktiviteti. Rreth gjysma e financimeve është përdorur për blerje pajisjesh dhe makinerish, duke treguar fokus të qartë në zgjerimin e kapaciteteve prodhuese dhe modernizimin e aktivitetit. Përsa i takon shpërndarjes gjeografike, shumica e kredive përqendrohen në qendrat kryesore ekonomike të vendit, ndërsa rreth 83% e portofolit ka maturitet 5 vjeçar, duke dëshmuar orientim afatgjat të investimeve. Të gjitha bankat e sistemit kanë marrë pjesë aktive në program. Sipas Bankës së Shqipërisë, ky program ka kontribuar në përmirësimin e aksesit të bizneseve mikro, të vogla dhe të mesme në financim. Megjithatë, niveli ende i ulët i përdorimit të fondit sugjeron se kufizimi kryesor i aksesit të bizneseve të vogla dhe të mesme në kredi lidhet me faktorë strukturor, si informaliteti, mungesa kolateralit të mjaftueshëm, kapacitetet të kufizuara menaxheriale dhe planifikimi financiar i pamjaftueshëm i bizneseve, si edhe perceptimi i rrezikut nga bankat. Përrjedhoj, përmirësimi i qëndrueshëm i aksesit në financë kërkon më shumë se sa instrumente likuiditeti. Ai kërkon një qasje të koordinuar ndërmjet politikave ekonomike publike dhe reformave strukturore që forcojnë formalizimin, rrisin transparencën financiare, përmirësojnë klimën e biznesit dhe reduktojnë pasikurit ligjore e administrative, shprehet Banka e Shqipërisë. Enti Regulatori i Energjisë ka vendosur të mbajë të pandryshuara tarifat e shpërndarjes së energjisë për të gjithë konsumatorët në periudhën 1 maj 31 dhjetor 2026. Sipas analizës, të ardhurat që gjenerohen nga tarifat aktuale janë të mjaftueshme për të mbuluar kostot operative. Enti Regulatori i Energjisë ka vendosur të mbajë të pandryshuara tarifat e shpërndarjes së energjisë elektrike për gjithë konsumatorët për periudhën 1 maj deri 31 dhjetor 2026. Vendimi i Bordit të Erës parashikon që tarifa mesatare e shpërndarjes të mbetet në nivelin 5.89 lekë për kilovator, ndërsa tarifat sipas niveleve të tensionit vijojnë pa ndryshime. Konkretisht për klientët e lidhur në tensionin 35 kV, tarifa do jetë 1.55 lekë për kilovator, për ata në nivelin 0.6 deri 20 kV 3.99 lekë për kilovator dhe për konsumatorët në tensionin 0.4 kV 6.42 lekë për kilovator. Sipas analizës së kryer nga regulatori, të ardhurat që gjenerohen nga tarifat aktuale janë të mjaftueshme për të mbuluar kostot operative të operatorit të shpërndarjes dhe për të garantuar vijueshmërinë e shërbimit. Megjithatë, ERE evidenton se operatori i shpërndarjes vijon të përballet me sfida në aspektin financiar, pasi struktura e kapitalit rezulton ende negative, duke krijuar rreziqe për qëndrueshmërinë në afatmesëm. Në vendim theksohet gjithashtu rëndësia e garantimit të furnizimit të pandërprerur me energji elektrike, duke nënvizuar se kosto i ndërprerjeve është më i lartë se çdo komponent në zinxhirin e furnizimit, çka kërkon minimizimin e tyre dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit. Ndërkohë ERE ka lënë të hapur mundësinë për rishikimin e plotë të tarifave në periudhën e ardhshme regulatore, pasi të jenë analizuar të dhënat e plota financiare dhe teknike për vitin 2025 dhe aplikimi i ri i OSSH për tarifat e ardhshme. Të rinjtë e përdorin masivisht teknologjinë, por vetëm një pjesë e vogël e tyre përdorin për të aftësuar për tregun e punës dhe për të përfituar. Ekspertët theksojnë se thellimi i njohurive teknologjike është domosdoshmëri. Pavarësisht se të rinjtë janë tepër të ekspozuar ndaj ndryshimeve teknologjike dhe mundësive që ajo ofron, sërish një pjesë e vogël e tyre e përdor për të përfituar. Megjithatë, eksperti punësimit Erion Muça thotë se të rinjtë janë të vetëdijshëm që tregu i punës po ridimensionohet.
Përgjithsisht, të rritë sot janë përdorues shumë të mirë të teknologjisë, po shumë pak prej tyre e kanë kthyer teknologjinë në profesion të tyre dhe gjenerojnë të ardhur përmes përdorimit të teknologjisë. Ne kemi praktikisht 6 deri në 7.000 të rinj çdo vit që ofrojnë shërbimin e tyre në platforma ndërkombëtare online të punësimit, shërbime në programim, në marketing, shërbime në graphic design, shërbime në customer care service. Pra, në një mënyrë apo në një tjetër, janë shumë të rinj që fitojnë dhe gjenerojnë të ardhur përmes përdorimit të teknologjisë, por numri këtyre të rinjve shumë i ulët në raport me totalin e të rinjve që ne kemi, që përgjithsisht teknologjinë e përdorin ose për të shuar kuriozitetin në gjëra të reja, ose për çështja e argëtimit, duke shtyrë kohën pa e kthyer atë në një gjë të rëndësishme dhe në një përfitim konkret. Eksperti shpjegon pse në tregun e sotshëm nuk mjafton vetëm diplomimi dhe zotërimi i një profesioni, por duhen thelluar njohuritë teknologjike. Ti je timonjeri i përdorimit të teknologjisë dhe ti përdor aq sa do duhet në dobi apo në funksion të gjërave për cilat ajo të duhet. Është një kriter dhe është një avantazh dhe është një aftësi që sot kërkohet dhe preferohet ndjeshëm, po që edhe një përdorues shumë i saktë dhe konkret, qoftë i internet processing apo qoftë edhe aksesit në internet, qoftë përmes kërkimit dhe gjetjes informacioneve të vlefshme për punën dhe profesionin që ke. Atëherë kjo është një vlerë e shtuar dhe duhet marrë parasysh dhe duhet kthehet në prioritet të rëndësishëm për cilin do punojës në tregun e punës. Sipas ekspertëve, teknologjia nuk është kërcënim për vendet e punës, por një mundësi për të zhvilluar aftësitë. Shqipëria renditet në vendin e 76 me rreth 64% liri në internet, duke qenë mbi mesataren globale. Kështu në nivel global, disa vende si Danimarka dhe Finlanda kryesojnë për lirit e lartë të lundrimit në internet. Internet freedom i referohet shkallës së lirë dhe të pakufizuar me të cilën njerëzit mund të përdorin internetin për të kërkuar informacion, për të komunikuar dhe për të shprehur mendimet e tyre pa censur ose kontroll të tepruar nga qeveritë apo institucionet e tjera. Ajo përfshin akses të hapur në faqe dhe platforma online, mbrojtjen e privatësisë së përdoruesve dhe mungesën e bllokimeve apo filtrimeve të padrejta të përmbajtjes. Mirëpo si renditet Shqipëria në këtë aspekt? Sipas të dhënave nga CloudWords, Shqipëria renditet në vendin e 76 në këtë aspekt, ku liria e lundrimit në internet llogaritet në 64%, duke qenë kështu në një nivel mbi mesatare për lirinë në internet. Në të njëjtin nivel paraqitet edhe Serbia, ndërkohë Kosova dhe Malizi paraqiten si shtete ku lundrimi i lirë në internet arrin mbi 80%. Asnjë vend nuk arrin rezultat të përsosur, por 11 shtete në 4 kontinente ndajnë vendin e parë me 92%. Këto vende janë Belgjika, Costa Rica, Danimarka, Finlanda, Islanda, Liechtensteini, Zelanda e Re, Norvegjia, Slovakia, Surinami dhe Timori Lindor. Në anën tjetër të spektrit është Korea e Veriut, ku liria e internetit nuk ekziston dhe shumë pak qytetarë kanë akses në internetin global. Në vend të kësaj shumica mbështeten në shërbim kombëtar të internetit, Kwam Yamung, i cili flirton informacion të jashtëm. Menjëherë pas Koresë së Veriut janë Kina dhe Rusia, të cilat barazohen me Iranin dhe Pakistanin për rezultatet më të ulta në mbar-botën me vetëm 4%. Firewall-i i madh i Kinës është ndoshta sistemi i censurës më i njohur në botë, i përdorur për të shtypur kritika ndaj udhëheqësve të vendit ose për mbajtjen që lidhet me tema politikisht të ndjeshme, siç janë protestat në sheshin Tiananmen. Ai gjithashtu bllokon aksesin në platforma të huaja si Facebook dhe YouTube. Shtetet e Bashkuara ndodhen afër mesit të renditjes, së bashku me demokracitë e zhvilluara si Australia, Franca, Gjermania dhe Japonia. Mbretëria e Bashkuar renditet pak më poshtë me legjislacionin e kohëve të fundit për përmbajtjen për të rritur që luan një rol. Çmimet e naftës ranë me mbi $1 të martën për shkak të pritjeve se bisedimet e paqes midis SBA-s dhe Iranit do të zhvillohen këtë javë dhe do të çojnë më shumë furnizim nga rajoni kryesor prodhues i lindjes së mesme. Aktualisht aktiviteti i transportit detar përmes ngushticës së Hormuzit mbetet i kufizuar.
Çmimet e naftës rënë mbi $1 të martën për shkak të pritjeve se bisedimet e paqes midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit do të zhvillohen këtë javë dhe do të çojnë më shumë furnizim nga rajoni kryesor prodhues i lindjes së mesme. Kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent ranë me $1.04 në $90.44 për fuqi, ndërsa nafta e Teksasit perëndimor ra me $1.66 në $87.95 për fuqi. Investitorët po përqendrohen në mundësinë që bisedimet këtë javë të rezultojnë në zgjatjen e armëpushimit ekzistues ose në një marrëveshje përfundimtare, megjithëse mundësia e konfliktit të mëtejshëm dhe ndërprerjeve të rrjedhave të naftës mbetet. Irani po shqyrton mundësinë e pjesëmarrjes në bisedimet e paqes në Pakistan pas përpjekjeve të Islamabadit për të dhënë fund bllokadës amerikane. Bllokada ka paraqitur një pengesë të madhe për Teheranin në rikthimin e përpjekjeve për paqe, me armëpushimin aktual 2 javor që skadon këtë javë. Aktiviteti transporti detar përmes ngushticës së Hormuzit, një korridor për rreth 1/5 e furnizimit botror me naftë mbetet i kufizuar. Nëse ndërprerjet në ngushticë vazhdojnë për një tjetër muaj, humbjet totale mund të rriten në rreth 1.3 miliard fuqi, me çmimet që mund të shkojnë afër $110 për fuqi në 3 mujorin e dytë të vitit 2026. Kuvajti shpalli forcë madhore mbi dërgesat e naftës për shkak të bllokadës së ngushticës. Çmimet më të larta të shkaktuara nga mbyllja e ngushticës kanë ulur kërkesën për naftë me rreth 3% deri më tani, ndërkohë analistët presin që normalizimi plot të arrijë në fund të vitit 2026. Ndërprerja e furnizimeve globale me naftë nga lufta në Iran ka shtuar çmimin të fluturimeve të gjata nga Europa me më shumë se $100. Bashkimi Evropian pritet përgjigjet me udhëzime mbi menaxhimin e furnizimit kufizuar me karburant për avionët. Ndërprerja e furnizimeve me naftë për shkak të luftës në Iran ka shtuar çmimin të fluturimeve të gjata nga Europa me më shumë se $100, një kosto që mund të sjellë çmime më të larta të biletave. Sipas një studimi, shtrëngtimi i çmimeve të karburantit për avionët ka rritur koston mesatare me €88 për secilin pasagjer në fluturimet e gjata që nisen nga Europa dhe €29 në fluturimet brenda Europës. Analiza krahasoi çmimet që nga 16 prilli me ato pak para fillimit të luftës në Iran më 28 shkurt. Karburanti për një fluturim nga Barcelona në Berlin do të ishte €26 më i shtrenjtë për pasagjer, ndërsa një udhëtim i gjatë nga Parisi në New York do të kushtonte €129 më shumë në karburant. Linjat ajrore europiane po përgatiten për një pranverë dhe verë sfiduese me çmimet e karburantit për avion që janë rritur në mbi $100 për fuqi që nga fillimi i luftës në Iran dhe shqetësimin në rritje se mungesat mund të çojnë në anulim me fluturimesh. Bashkimi Evropian pritet të përgjigjet me udhëzime mbi menaxhimin e furnizimit të kufizuar me karburant për avionët. Studimi llogariti konsumin mesatar të karburantit në të gjitha itineraret e fluturimeve që nisen nga Europa dhe pjeshtoi këtë me numrin e pasagjerëve për të llogaritur se sa do të shtonte kostos për person rritja e çmimit të karburantit. Drejtuesit e linjave ajrore nga transportuesit përfshirë Lufthansa, Ryanair dhe Air France KLM thanë në mars se mund t'u kalojnë konsumatorëve kostot më të larta të karburantit nëse ngushtica e Hormuzit mbetet e mbyllur për një kohë më të gjatë. Llogaritet e studimit treguan se kostot shtesë nga rritja e çmimit të karburantit ishin shumë më të mëdha se ato me të cilat përballen linjat ajrore nga përmbushja e politikave të Bashkimit Evropian për ndryshimet klimatike. Kompanitë ajrore kanë bërë thirrje gjithashtu për heqjen e disa politikave të Bashkimit Evropian për klimën, duke përfshirë një mandat deri në vitin 2030 për të përdorur karburant sintetik të gjelbër për avionët, si dhe një rishikim të rregullave të ardhshme të çmimit të karbonit. Si pjesë e paketës së saj, Bashkimi Evropian është vendosur të shtyjë përpara pavarësinë energjetike përmes investimeve më të mëdha në karburantin e gjelbër për avionët. Çmimet në rritje të naftës po nxisin kërkesën e re për biokarburante, kështu vendet në Azi të varura shumë nga importet e naftës nga lindja e mesme kanë kërkuar të rrisin përdorimin e biokarburantit që nga fillimi i luftës. Çmimet në rritje të naftës pas luftës Shtetet e Bashkuara Izrael kundër Iranit po nxisin kërkesën e re për biokarburante. Konflikti ka ndërprer rreth 20% të furnizimeve botrore me naftë dhe gaz, të cilat zakonisht kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit. Çmimet e naftës brute janë rritur me më shumë se 30% që nga fundi i shkurtit përpara se të fillonte lufta. Në të kundërt, çmimet e misrit, një përbërës kyçi i biokarburantit, janë rritur vetëm 5%. Biokarburantet të prodhuara nga çdo lëndë parë organike zakonisht përzihen me benzinë ose përdoren për të
zëvendësuar naftën. Ato bëhen më ekonomike kur rriten çmimet e karburanteve fosile. Gjithashtu biokarburantet mund të ndihmojnë në mbajtjen e çmimeve të ulta dhe në uljen e varësisë nga importet e kushtueshme të naftës bruto dhe karburanteve të tjera. Vendet në Azi të varura shumë nga importet e naftës nga lindja mesme kanë kërkuar të rrisin përdorimin e biokarburantit që nga fillimi i luftës. Azia blen rreth 80% të naftës që transportohet përmes ngushticës së Hormuzit, e cila ka qenë kryesisht e mbyllur për transportin detar që nga fillimi i konfliktit. Vietnami tha në fund të marsit se do të kalonte plotësisht në benzinë të përzierë me etanol nga prilli për shkak të rritjes së çmimit të energjisë, duke e çuar përpara objektive në mëparshëm të 1 qershorit. Etanoli prodhohet kryesisht nga misri ose kallami i sheqerit. Indonezia ka thënë se do të rrisë normën e detyrueshme të përzierjes për biodieselin e prodhuar nga vaj palmës në 50% nga 40% aktualisht. Indonezia është prodhuesi dhe eksportuesi më i madh në botë i vajit të palmës. Vendet aziatike po përpiqen të zbusin ndikimin në ekonomitë e tyre të rritjes së çmimeve të energjisë të shkaktuar nga lufta me masa si racionimi i karburantit, javëpune më të shkurtra dhe ditë alternative të drejtimit të makinës. Prodhimi i biokarburantit mund të zërë një sasi të madhe të prodhimit bujqësor. Rreth 40% e misrit në prodhuesin kryesor Shtetet e Bashkuara të Amerikës përdoret për të prodhuar etanol, ndërsa prodhuesi kryesor i sheqerit Brazili përdor 50% të kallamit të sheqerit për të prodhuar biokarburantin. Rritja e kostove të energjisë, transportit dhe plerave kimike e nxitur nga lufta ka shkaktuar tashmë një rritje të çmimeve botërore të ushqimeve, të cilat arritën nivelin më të lartë 6 mujor në mars. Rritja e përdorimit të biokarburanteve mund të rrisë potencialisht çmimet e ushqimeve edhe më shumë. Kostot më të larta të energjisë, rrezikët e zinxhirit të furnizimit dhe dobësitë strukturore të brendshme shtojnë presionin mbi ekonominë gjermane. Shoqata e industrisë kërkon qeverisë një paketë të gjerë të reformave për të nxitur rritjen dhe investimet. Industria gjermane pritet të regjistrojë stagnacionin në rastin më të mirë në vitin 2026, tha shoqata e industrisë BDI, duke paralajmëruar se kostot më të larta të energjisë, rreziqet e zinxhirit të furnizimit dhe dobësisë strukturore të brendshme po shtojnë presionin mbi ekonominë më të madhe të Europës. BDI uli perspektivën e saj pas një fillimi të dobët të vitit dhe tha se konflikti në Iran kishte shtuar rreziqe të reja, duke përfshirë energjinë më të kushtueshme, presione më të gjera mbi çmimet dhe ndërprerjen e transportit detar dhe logjistikës, që nga viti 2022 prodhimi industrial në Gjermani ka rënë çdo vit, por 2026 ne nuk presim më një rrimëkëmbje, por stagnacion, tha shoqata. Sektori prodhues i Gjermanisë mund të kurret për të 5 vjet të radhës nëse ndërprerjet e transportit detar vijojnë. Prodhimi industrial mbetet shumë poshtë niveleve të mëparshme dhe shfrytëzimi i kapaciteteve është vetëm pak mbi 78%. Dobësia e Gjermanisë ishte kryesisht strukturore për shkak të kostove të larta të punës, taksave, burokracisë dhe energjisë që kishin ngërryer konkurrueshmërinë e vendit. Shoqata i kërkon qeverisë të bjerë dakord deri në verë për një paketë të gjerë reformash për të nxitur rritjen dhe investimet, duke përfshirë lehtësimin e taksave, stimuj të besueshëm për investime dhe më pak burokraci. BDI gjithashtu bëri thirrje për administratë publike më të shpejtë dhe më digjitale dhe tha se politikë bërësi duhet të shkojnë përtej përgjigjeve afatshkurtra ndaj krizave. Mbrojtja doganore dhe kufitare e SBA-ve nisën fazën e parë të një sistemi të ri të kërkesave që u lejon importuesve të kërkojnë rimbursimin e tarifave. Kështu gjykata e lartë vendosi në muajin shkurt se tarifat gjithëpërfshirëse të presidentit Trump janë jo kushtetuese. Mbrojtja doganore dhe kufitare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nisën fazën e parë të një sistemi të ri kërkesash që do t'u lejojë importuesve të kërkojnë rimbursimin e tarifave të mbledhur sipas aktit ndërkombëtar të fuqive ekonomike të emergjencës. Kompanitë dhe ndërmjetësit e tyre doganor mund të paraqesin kërkesa për rimbursim përmes portalit të mjedisit tregtar të automatizuar, duke përdorur një mjet të zhvilluar ishtazi të njohur si administrimi dhe përpunimi i konsoliduar i hyrjeve. Pasi një kërkesë të vërtetohet, mbrojtja doganore dhe kufitare do të rilogaris detyrimet pa tarifat i EPA dhe do të rilikujdoj hyrjet duke kryer ripagimin. Rimbursimet do t'u paguhen direkt bizneseve që fillimisht i paguan tarifat, raportuan mediat. Rimbursimet e vlefshme përgjithsisht do të lëshohen brenda 60 deri 90 ditëve pasi një kërkesë të pranohet, megjithse rastet më komplekse mund të zgjasin më shumë. Mbrojtja doganore dhe kufitare e Shteteve të Bashkuara po e zbaton procesin e rimbursimit në faza. Dosjet gjyqësore tregojnë se më shumë se 330.000 importues kanë paguar
detyrime për mbi 53 milion dërgesa, me një total për afërsisht 166 miliard dollar. Gjykata e lartë vendosi në shkurt se tarifat gjithëpërfshirëse të presidentit Donald Trump, sipas aktit ndërkombëtar të fuqive ekonomike të emergjencës, janë jo kushtetuese. Është Kongresi jo presidenti që ka autoritet mbi taksa të tilla, tha gjykata. Pas vendimit, një gjyqtar në gjykatën e tregtisë ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara udhëzoi mbrojtjen doganore dhe kufitare të hiqte tarifat nga hyrjet e prekura dhe të rimbursonte çdo detyrim të tepërt të mbledhur së bashku me interesin. Japonia publikoi rishikimin më të madh të rregullave të eksportit të mbrojtjes në dekada, duke hequr kufizimet në shitjen e armëve jashtë vendit dhe duke hapur rrugën për eksportet e anijeve luftarake, raketave dhe armëve të tjera. Japonia publikoi rishikimin më të madh të rregullave të eksportit të mbrojtjes në dekada, duke hequr kufizimet në shitjet e armëve jashtë vendit dhe hapur rrugën për eksportet e anijeve luftarake, raketave dhe armëve të tjera. Masa që synon forcimin e bazës industriale të mbrojtjes së vendit shënon një hap tjetër larg kufizimeve pacifiste që kanë formësuar politikën e saj të sigurisë pas luftës së dytë botërore. Luftrat në Ukrainë dhe lindjen e mesme po e tendosin gjithashtu prodhimin e armëve amerikane, duke zgjeruar mundësitë për Japoninë në të njëjtën kohë aleatët e Shteteve të Bashkuara në Europë dhe Azi po kërkojnë të diversifikojnë furnizimin, pasi angazhimet e Washingtonit për sigurinë duken më pak të sigurta nën mbështetjen e presidentit Donald Trump. Zyrtarë dhe diplomatë japonez kanë thënë se vende të tilla që nga Polonia deri në Filipine po eksplorojnë mundësitë e prokurimit, ndërsa modernizojnë forcat e tyre ushtarake. Një nga marrëveshjet e para mund të jetë eksporti i anijeve luftarake në Filipine. Ndryshimet e miratuara nga qeveria e kryeministres Sanae Takaichi heqin 5 kategori eksporti që kishin kufizuar shumicën e eksporteve ushtarake në pajisje shpëtimi, transporti, paralajmërimi, mbikëqyrje dhe pastrimi nga minat. Japonia do të mbajë në fuqi 3 parime eksporti që angazhojnë atë për shqyrtim të rrept, kontroll mbi transfertat në vendet e treta dhe ndalim të shitjeve në vendet e përfshira në konflikt. Por në një prezantim që përshkruan ndryshimet, qeveria tha se mund të bëhen përjashtime kur konsiderohen të nevojshme për sigurinë kombëtare. Kemi ardhur kështu në fund, por unë kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në adresën tonë në internet skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë më takofsh.